Por besim edhe me tutje pikërisht tek kjo temë tashmë në linjë të drejtë për drejtë është avokati Alban Arifi. Pikërisht po flasim për këtë gjykim që nisot për transparencën, meqense u mbyll seanca, u mbyll për publikun, për zhvillimin e gjykimit deri te çështjet që mund të ndërlidhen me pasojat politike pas këtij veprimi. Tunxhatjeta zoti Arifi. Shëndetje. Tani kemi një gjykim për rezervat shtetërore që në seancën e parë nis me mbyllje të saj për publikun. Çfarë do më thënë kjo për vetë gjykimin dhe për perceptimin e transparencës nga ana e audiencës? Fillimisht duhet përgëzuar edhe prokuroria speciale lidhur me veprimet hetimore të cilet I kanë ndërmarrë tani 2 vite rresht dhe sigurisht që në bazë të sigurimit dhe të provave, dëgjimit dëshmitarëve ka arritur edhe të krijojë edhe dyshimin e bazuar se të njëjtit kanë kryer veprën penale me shka edhe kanë ngritur aktakuzën në të cilën tani vetëm ka filluar shqyrtimi fillestar. Sot gjykimi në bazë të atyre të mediave ku jemi të informuar edhe ne si qytetarë edhe unë si avokat, shihet se ka filluar me një përplasje në mes të prokurorisë speciale dhe mbrojtjes avokatit të zonjes Hajdari, e ku prokuroria ka kërkuar që seancat të jenë të hapura me përjashtim të pjesës kur do të ketë edhe sekrete shtetërore të cilat do të shpalosen në gjykim. Ndërsa mbrojtja ka kërkuar që seancat të jenë të mbyllura për shkak se të përmbajtjes së sekretit shtetëror, por ashtu edhe të dëshmitarëve të cilët do të jenë të mbrojtur. Andaj gjykata pas besimit të dyja palëve vendosi që seancat të mbyllen për shkak të sekretit shtetëror, po ashtu edhe të dëshmitarëve të cilat do të dëgjohen, të cilët janë të mbrojtur. Sot është vetëm shqyrtimi fillestar ku do të lexohet aktakuza ndaj të akuzuarve të cilët janë në këtë rast lidhur me rezervat shtetërore dhe siç dihet në bazë të informacioneve të cilat I kemi pasur deri më tani, ministria Hajdari akuzohet për 2 vepra penale, keqpërdorim të detyrës zyrtare, po ashtu edhe zbulim I fshehtësisë zyrtare. Dhe ky është një gjykim I cili pritet të zgjatë goxha shumë për shkak se është voluminoz, ka shumë dëshmitar dhe prova materiale të cilat do të administrohen gjatë këtij gjykimi, shqyrtimi gjyqësor. E qartë, do më thonë, shikuar nga perspektiva juaj si avokat, zoti Arifi, si prisni që të vijoj tutje prokuroria në rastin në fjalë? Çfarë do të shfrytëzoj për të vërtetuar qëndrimet e veta? Prokuroria sigurisht që ka pas kohë të mjaftueshme për 2 vite më shumë që të sigurojë dhe mbledh prova lidhur me rastin konkret. Prokuroria deri në fund do të qëndrojë pranë aktakuzës së ngritur ndaj ministres, 2 zyrtarëve të tjerë, si edhe ndaj një biznesmeni, do të qëndrojë pranë aktakuzës, do të mbrojë aktakuzën, ndërsa është detyrë e mbrojtjes, të cilët janë duke I mbrojtur të akuzuarit që të kundërshtojnë pretendimet e prokurorisë dhe në fund nuk mund të themi tani është shumë herët për faktin se është vetëm shqyrtimi fillestar dhe sot vetëm pritet leximi I aktakuzës, deklarimi I të akuzuarve lidhur me pranimin apo mos pranimin e fajësisë, si dhe është afati prej 30 ditë ku I jep gjykata të drejtën që të kundërshtojnë aktakuzën dhe provat në të cilat është thirrur prokuroria, ndërsa në shqyrtim gjyqësor pastaj do të filloj dhe do të dëgjohen shumë dëshmitarë, ka shumë prova të cilat do të administrohen dhe tani është shumë herët që të flitet lidhur me epilogin se si do të përfundoj ky proces gjyqësor. Sigurisht që po, prisni që të jetë, sigurisht edhe thatë, një proces që do të zgjas shumë, do të jetë një maraton që do të marrë vëmendje publike?
Në momentin që përfshihen zyrtarët e lartë shtetëror, siç është ministrja dhe dy zyrtarët e tjerë, sigurisht që edhe vëmendja e qytetarëve është dhe kurreshja e tyre është shumë e lartë për të ditur se cilat janë veprimet e tyre dhe cilat e kanë ndërmarrë, cili është dëmi, cili është shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës dhe sigurisht të gjithë qytetarët në qoftë se këta persona vetëm janë fajtor dhe i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit, kërkon që këta persona të gjykohen dhe të dënohen. Mirë po në rast se këta persona nuk ka prova dhe nuk ka dëshmime të cilat do të argumentohet fajësia e tyre, atëherë më mirë është, jo më mirë, po është, domethënë është vendimi i gjykatës të cilët do të lirohen. Mirë po tani për tani është shumë herët të flasim dhe të paragjykojmë lidhur me epilogin e zhvillimeve të cilat do të ndodhen, duke ditur se është rast i madh voluminoz dhe nuk e dim çfarë prova konkrete ka prokuroria të cilët po i akuzon këta të akuzuar në rastin e rezervave shtetërore. Tani, miliona euro thuhet që është dëmtuar buxheti i Kosovës në përgjithësi në përmbyllje të këtij procesi që sigurisht, sigur se përmendni edhe ju, nuk mund të paragjykojmë, po si janë praktikat në përgjithësi, a mund t'i kthehen ato para buxhetit të shtetit? Meqense kemi është çështje e marrëveshjes të cilën e ka negociuar dhe nënshkruar Ministria e Tregtisë me kompani të huaja lidhur me furnizimin e produkteve si vaji, gruri, sheqeri dhe produkte të tjera të cilat janë nënshkruar. Mirë po në rastin konkret këtu mjete janë paguar, një pjesë e mallit ka arritur në Kosovë, ndërsa pjesa tjetër nuk ka arritur që të sillet në Kosovë, prandaj këtu nuk e di, është problem pa kontratën marrëveshjen, të cilat për momentin nuk janë shpalosur publikun, të vim me një konkludim, mirë po besoj që në qoftë se ka bazë ligjore, atëherë Kosova mund të inicojë procedurë që të kthej mjetet të cilat janë paguar dhe nuk e ka pranuar produktet për të cilat edhe është nënshkruar kontrata. Mirë, pra pa paragjykuar se si do të jetë epilogu, në fundit ne duhet të themi se çdo kush është i pafajshëm përderisa nuk ka një vendim të prerë të organeve të gjykatës në vendin tonë, por cila është përgjegjësia politike? Për këtë patjetër që mund të diskutojmë gjerësisht. A ka një standard të vendosur të përgjegjësisë politike kur personi me pushtet të lartë është i gjykohet apo është i akuzuar për diçka kaq të madhe sikur se është ky rast? Sigurisht që përgjegjësia politike duhet të ekzistojë gjithmonë, pavarësisht a është e shkruar apo nuk është e shkruar, mirë po është përgjegjësi edhe morale që në rast se ndodh një rast kaq i madh ku buxheti i shtetit dëmtohet, dyshohet se është dëmtuar rreth 2.900.000 euro, atëherë ministrit si dhe zyrtarët e lartë si akt moral të paktën duhet që të japin ndërheqje nga pozicionet e tyre dhe të presin epilogun e këtij procesi gjyqësor. Mirë po, ne kemi pasur raste edhe më herët kur zyrtar publik pas afera ose diçka kanë dhënë ndërheqje dhe janë nënshtruar proceset gjyqësor, mirë po edhe në botën e jashtme ka edhe për një shumë edhe modeste që është, ose një rast modest që ndodh dhe i japin ndërheqje. Ndërsa në gjatë kësaj qeverisje nuk kemi mësuar që të kemi kësi veprime si nga ministrat apo zyrtarët e lartë, mirë po ne shpresojmë që gjykimi do të jetë i drejtë, i paanshëm dhe në fund të vendoset si lidhur me fajësinë apo pa fajësinë e tyre në bazë të provat të cilët do të administrohen si dhe dëshmitarët të cilët do të ndëgjohen dhe të akuzuarit gjatë këtij procesi gjyqësor. Si prisni që të jetë ardhmja politike e ministres në detyrë, njëkohësisht të akuzuarës në këtë proces gjyqësor, cila prisni të jetë ardhmja saj politike, meqense kemi në prag edhe
mundësitë për formimin e qeverisë së re nga subjekti politik të cilës i përket vetë ajo. Do të jetë sërish ministre? Duke u bazuar në deklarimet e Zotit Kurti, si dhe mbrojtjen e persona o zyrtar të cilët deri me tani janë hetuar, apo është edhe ngritur akt akuzës, siç është edhe rasti i kryesuesit i drejtorit të Kekut. Dyshoj që ministrja e Hajdari prap do ta ketë mbështetjen nga Zoti Kurti, prap do të nominohet për ministre dhe prap do të vazhdon pozicionin e saj ministre, për shkak se Zoti Kurti nuk është interesuar që të lëshoj nga dora personat të cilët janë të akuzuar të dyshuar, dhe me këtë ndërlidhet se Zoti Kurti e ka një bashkëpunim të ngushtë me këta ministra të cilët edhe po akuzohen apo hetohen, dhe i njëjti është interesuar që të mbajë afër të paktën ta kenë mbrojtjen nga ana shtetërore dhe privilegjet të cilat i gëzojnë. E qartë, por gjasa ka që të ketë zgjedhje në muajin prill në Kosovë, përkundër që ka një shumicë për të formuar qeverinë. Ti mbash afër, sikur se thuani ju, persona të tillë me akt akuza do ta dëmtojnë zotin Kurti dhe lëvizjen vetëvendosje në përgjithësi nëse do të shkohet në zgjedhje? Sa i përket zgjedhjeve, besoj që është tani për tani, sa i përket konstituimit, kuvendit, formimit të qeverisë, ekzistojnë vota. Deklarimi i Zotit Kurti ka qenë se nuk i kemi 80 vota për ta zgjedhur presidentin, dhe ndërsa deklarimi i zonjës Osmani, e cila tha se nëse nuk rizgjedhem do të jem përballë jush në politikë, mendoj që kjo është një marrëveshje në mes të presidentit dhe Zotit Kurti që të përdoret një kërcënim, se në qoftë se Zoti Kurti dëshiron që ta rizgjedh zonjën Vjosa Osmani për presidente, për ta përgatitur skenën politike dhe opozitën që të qëndrojë në sallë dhe të votohet Vjosa Osmani. Ndërsa unë mendoj që meqense është kohëve të fundit është diskutuar edhe emri i kandidatit të ri, Muratja Sharit, lidhur me kandidaturën për president, është një lojë e cila është duke u përgatitur nga krerët e shtetit, si nga Vjosa, nga Albin Kurti, i cili mendoj se është duke provuar që të shpall dy kandidatura për president, që është kandidati nga familja Jashari, cilin do ta përdor për të krijuar quorumin, po ashtu edhe Vjosa Osmanin, për shkak se dihet se çdo kandidat i cili ka 30 vota të deputetëve ka të drejtën që të nominohet për president, prandaj zotrin Jashari do ta përdor si karem për të krijuar quorumin, ndërsa kur del në votim, atëherë nëse vetëm ka vendosur dhe është i vendosur që të votoj Vjosa Osmanin, atëherë do ta përdor zotin Jashari për të krijuar quorumin, ndërsa do ta votojnë Vjosa Osmanin për presidente. Zoti Jashari do të përdoret për të krijuar quorumin nga opozita, dhe në rast se shkojmë në zgjedhje, atëherë do të del me një kauz të re, ku partitë opozitare të cilat identifikojnë veten si krahi i luftës nuk e votojnë për president një figurë siç është e cila rrjedh nga familja Jashari, dhe është një matematikë e cila është duke u përgatitur, mirë po nuk besoj se edhe zotri Kurti është interesuar që të shkon në zgjedhje, mirë po është duke përdorur të gjitha matematikat që vendin ta zgjedh president atë të cilin dëshiron, dhe jo të jetë konsensus i partive politike si nga opozita dhe nga opozita. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, por edhe për perspektivat profesionale, por edhe të tjera që ju i ndat me ne, drejt për drejt në këtë emision. Faleminderit shumë.